Përshëndetje goca, mirë se erdhet në Enada's Room. Unë jam shumë e lumtur që pranë meje ndodhet shefja ime, një nga themelueset e këtij salloni. Goca, vetëm për ju, Enada. Kënaqësia është e imja, jam shumë e lumtur që po sjellim diçka ndryshe për ju vajza, për klientët tona të dashura, për gjithë ata që duan profesionin e bukurisë. Dua ta nis pak ndryshe sot me ty. Ti je tashmë një emër i konsoliduar në botën e bukurisë, je një businesswoman. Kam dëshirën që të tërheq pak mbrapa në kohë, të të çoj në bankat e universitetit. Çfarë ndodhi që ti vendose të bëhesh pjesë e botës së bukurisë? Dua ta nis me një detaj shumë të vogël, unë gjithmonë kam pas dëshirë detajet. Vdisja për pikturën. Gjithmonë i thoja mamet, lutem, regjistro në kurse pikture, edhe pse nuk u regjistrova asnjëherë. Sepse mami tim nuk i dukej aq profesion Ti timprues, besoj. bravo. Po. Vazhdova shkollën për administrim dhe politika sociale. Nuk ishte as pak në planet e mia, nuk kisha një plan për të futur pjesës bukurisë. Pëlqente shumë e bukura, dukja, make-upi, të gjitha këto, por jo ta kisha si profesion, sepse vërtet nuk dija se sa punë ka, apo sa fush e gjerë është kjo. Ndërkohë që isha në shkollë, ju futa pa dashje pjesës së qërpikëve. Si që edhe njerëzit e dinë tashmë, unë nisa me qërpikët edhe isha Enada e qërpikëve. Besoj dashuria jote e parë qërpikët. Po, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Është artë më vete dhe fusha jonë është shumë e bukur. Pastaj, shkolla pa diskutim më ka mësuar të komunikoj me klientët, të bashkëpunoj me kolegë të ndryshëm, dhe më ka dhënë shumë të mira pa diskutim, por nuk do e zhbëja kurrë. Pra ka qenë një shtys ose një ndihmes në momentin që ti ke hapur sallonin tënd, që të komunikoje me klientët më afër, më mirë, të kishe bashkëpunëtorët e duhur. Pa diskutim. Një ndër pikat më themelore mendoj të punës time, edhe klientët ma thonë shpeshherë, është komunikimi që unë kam me njerëzit, me klientët, me bashkëpunëtorët, me gjithë njerëzit, në përgjithësi domethënë. Është komunikimi dhe komunikimi është çelësi i një suksesi, mendoj. Nëse ti di të përballosh çdo situatë, di të përballosh një situatë jo shumë të këndshme me klientin, pra të gjesh zgjidhje. Mendoj që çdo gjë do zgjidhjen e vet. Ka qenë një moment specifik që ti the, okej, kjo është gjëja që unë dua të bëj. Mendoj se çdo person kur nis një fushë të re, nuk e thot asnjëherë këtë gjën. Më shdash kohë, më shdash shumë kohë. Nuk e mendoja se një profesion i tillë mund të më jepte të ardhura sa unë të jetoja, të mbaroja shkollën, etj. Edhe të kisha një jetë të mirë. Pavarësim vetes. Bravo, bravo. Nuk e mendoja asnjëherë. Bëja 2 punë njëkohësisht. Mbaroja një turn paradite, pastaj mbas dite merresha me fushën e bukurisë. Por me qërpikët në këtë rast. Por mendoj se këtë e kam fitu me kalimin e kohës, e kam fitu me sa më shumë klient, me punë të bukur, pra njerëzit të pëlqenin atë që unë bëja. Enada, një pyetje, më fal që të ndërpres, që vjen shumë shpesh nga goca të vogla, është si ta fitosh klientin tënd të parë. Dhe kur po flisje për klientët, po më vjen të ndërmend kjo pyetje, sepse çdo njeri që unë takoj më thotë të lutem pyete pak Enadën, si ta fitojmë klientin tim të parë. Unë nuk mendoj se ka një ekuacion që ta nxjerr fiks atë zgjidhjen ose rrugën e duhur. Mendoj se çdo gjë është personale. Nëse Enada ditë flase me klientin, ditë i ofroje çdo gjë që të jetë rehat. Pra, unë mendoj se klienti duhet të jetë rehat me ty. Nëse klienti nuk është rehat me ty, ai nuk mund të të besojë syt ose vetullat. Pra, çdo gjë që ne bëjmë është direkt në pamja jonë. Pra, po thua klienti është mbreti. Pa diskutim. Jepi sa më shumë, tregoj çfarë din me bë. Kur them jepi sa më shumë, tregoj më shumë për punën tonë. Nuk ka problem se janë sekretet punës tonë. Klienti do të di që ti ke informacion. Nëse klienti kupton që ti ke informacion dhe nuk është se e ke mësuar thjesht nga rrjetet sociale, YouTube ose ka mënyra pafund të ndryshme. Fillimet e mia nuk kanë nis as pak me kurs. Do ta themi në moment tjetër pa diskutim, edhe tashmë njerëzit e dinë sepse e kam shpreh shumë shpesh. Po familja dhe rrethi shoqëror, rrethi i ngushtë jote, si reaguan? Të mbështetën, patën dyshime, si ishte? Atëherë, po nis nga familja.
Mami im do më vrasë kur ta dëgjoje këtë. Por nuk ishin shumë dakord, nuk ishte kaq shumë informacion për fushën e bukurisë, sidomos për qerpikat, mendoj unë personalisht. Dhe dua të theksoj që vazhdimisht më thoshte je në shkollë, në punë, mbaro shkollën, di shkollën, si çdo prind mendoj unë. Por gjithmonë mami ka qenë më suportuesja. Pavarësisht dyshimeve, ka qenë suportuese. Pa diskutim. Shoqëria, patjetër, të gjitha shoqet e mia më kanë mbështet. Ka pas edhe nga ato që nuk më kanë mbështet, po shumica më kanë mbështet. Edhe dua të theksoj që personat në fillime janë shumë të rëndësishëm për ecurinë tonë, sepse ose demotivohemi ose ecim përpara. Domethënë, duhet jemi shumë të ftohtë, po pa dashje marrim pak nga besoj edhe dyshimet e personave ti ke marrë si motivim për të ecur përpara. Po, patjetër. Nëse më pëlqen të bëj diçka, mundohem t'ja arri dhe të shkoj deri në fund. E Nada, si e ndan kohën tënde mes jetës personale dhe asaj profesionale? Më vjen qesh sepse shumë klientë, nuk dua ta them fiks pyetjen që më bëjnë, shumë klientë më thonë, "Më fal, ti vetëm punë bën." Nuk është e vërtetë. Mundohem të alternoj në mënyra të duhura. Kjo punë jep fleksibilitet. Dhe mundohem të zë data të caktuara, të ikim me pushime, të shkëputem, të marr energji, jam njeri që punoj me energji. Pjesa e dytë do jetë vetëm për t'ju përgjigj pyetjeve që ju keni. Ndaj ndiqeni. Pyetja më e shpesh që vjen në rrjetet e tona sociale ishte cili është hapi i parë konkret që duhet të ndjekësh për të qenë pjesë e fushës së bukurisë. Si fillim mendoj duhet të gjesh një mentore të duhur. Nëse fillimi nuk është i mbar, edhe ecuria nuk do zhvillohet ashtu siç duhet. Trajnimin ta marrësh në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe të motivohesh dhe në vazhdim, jo vetëm ta kryesh si trajnim. Gocat e reja që vinë në sallon me idenë që ta marrin profesionin 100% në ato ditët e kursit. Çfarë këshille ju jep realisht? Asnjë kurs nuk të jep ty 100%, se më saktë ti nuk ke mundësi ti marrësh 100% të kursit, sepse është fillimi jot i një rrugtimi të ri. Duhet kohë, duhet praktik, duhet durim, edhe pas kursit. Pra, ti nuk mbaron me 5 ditë për shembull te kursi qerpikëve. Ti fillon pas 5 ditësh, të mësosh akoma më shumë, ti vësh në zbatim ato që ke mësuar gjatë 5 ditëve. Një gocë tjetër, mbrëm, më shkruajti një pyetje shumë interesante. A mban mend ti klientin e parë? Në fakt, klientin e parë e nisa edhe pa dashje në gjitha pjesën e faqes këtu. Ishte shumë dramatike, ishte një kolege tek puna e mëparshme. Edhe nuk e përfundova, e lash. U demoralizova, nuk jam unë për këtë punë, thash. Pastaj klientja e parë që unë e mbarova setin e plot, ishte shoqja ime ngushtë. Ishte shumë e vështirë, sepse dua ta rrithem, nuk kisha bërë një kurs të mirëfillt, kisha vetëm 3 rregulla, dhe pjesën poshtë të syve unë e izoloja me ato ngjitsat e vigonave që i përdorin infermierët, nëse ke parasysh. Po. Nuk ja kisha idenë produkteve, nuk dija se ku t'i merrja. Thjesht kisha një palë pinceta, një ngjitës dhe një palet. Po ja arrita. Ja arrita edhe nuk kishte nevojë shoqja ime që të hiqte qerpikët apo mos shkonte në punë të nesërmen. Pas atij përfundimi të setit, po, si erdhi puna jote? Si u zhvillua? Çfarë trajnimesh ndoqe? Për një vit unë nuk bëra trajnime. Nuk ishte ky qëllimi im t'i futesha fushës bukurisë. Akoma nuk e dija se çfarë do më sillte mua kjo fushë. Vazhdova bëra shoqet e mia në shtëpi, bëja shoqet e shoqeve, pastaj vendosa ca çmime, sepse njerëzit po e pëlqenin vërtet punën time. Ishte shumë e vështirë, me thënë drejtën. Por sot është shumë më e lehtë, sepse informacioni është shumë më i gjerë. Sa e vështirë ka qenë nga ana financiare të hapje sallonin tënd? Në fakt, unë isha një vajzë e vogël dhe kursimet e mia ishin shumë të pakta. Nuk kisha kursuar fare, më saktë. Ditë të them që një muaj derisa unë hapa sallonin ka qenë shumë e vështirë. Por nëse do, mund t'ja dalësh. Ti e ke hapur sallonin për një muaj? Për një muaj. Unë jetoja vetëm në Tiranë, isha në shkollë, dhe duhet hapja një vend ku vërtet ishte imi. Sa do i vockël ishte, por ishte e Nadës. Nuk mendova të bashkëpunoj me dikë tjetër, sepse mendova do mbyllen bashkëpunimet, klienti do lëvizë, etj. Gjeta vendin ku tashmë është Enadas Room. Nada, ke menduar ndonjëherë që ta lije si punë? Ta shkëputje? Ndoshta në fillime edhe kam menduar që ta lë, sepse mërzitesha nga refuzimet e bashkëpunimeve të ndryshme, edhe pse nuk ishin fare se unë isha fillestare. Gjëja e mirë ishte që nuk e lija, nuk hoqa dorë.
Synimi im ishte të përmirësoja punën si fillim. Të hapësh sallon është shumë thjesht, mendoj. Ta mbash atë sallon hapur është akoma më e vështirë. Doja të përmirësoja punën. Un kam mbi 30 certifikime të ndryshme në Shqipëri, jashtë vendit. Mendoj se çdo gjë që un kam mësuar nga mastera të ndryshëm më kanë bërë aq të fortë sa në këto momente kam besim te ajo që jap te klientit, te studentët e mi. Pse mendon që ja vlen ta ndjekësh ti fush? Që të bësh aq shumë trajnime, ti privosh vetes mbase kënaqësitë të qenurit 20 vjeçe, të dalësh, të udhëtosh, të rish deri natën vonë me shoqërinë dhe të kesh këtë pjesën e trajnimeve, punën e palodhur. Unë i kam bërë orët të e gjitha. gjata. Nuk është se vajza viu sugjeroi që të vazhdojnë punën, të rinë vetëm te puna, etj etj. Edhe kam dalë, edhe kam udhëtu, edhe kam punu pafund 13 orë në ditë. Ka pas disa vite të fundit që unë kam punu edhe 13 orë pa shkëputje. Sepse qëllimet fillojnë edhe bëhen akoma më të qarta. Edhe ti e di se çfarë do. Gjithmonë këshilla ime e vetme është të lutem, bëj atë që ti ke qef të bësh. Sepse ti do bësh shumë mirë te ajo gjëja që ti ke qef. Pra, nëse ne bëjmë diçka që nuk e duam, nuk do jemi kurrë më të mirë te asaj fushë. Nëse ti nuk e ke pasion diçka, mos e nis. Një sekret që nuk ta ka thënë njëri për këtë profesion. Mendoj se është toleranca, durimi që duhet kesh me klientët. Nada, cili ka qenë një moment i sikletshëm me një kliente? Në fakt, po më kujtohet një klient tani së fundmi, nuk ka shumë kohë, se këtë e kam të freskët. I bëra vetullat, doli shumë e bukur. Ja tregova si fillim pjesën e konturit, çdo lloj gjëje. Kur e mbarova, u ngritë pasqyra, më tha, "Ma jep pak një lap se të tregoj diçka." E lyu sipër, e lyu komplet, unë kështu e dua tha. Ngela, sinqerisht nuk dija si ta komentoja apo ti thoja që e ke shumë bukur, ta mbroj punën. Opinionin një profesioniste. Edhe i thash, do presash një muaj, pastaj do flasim pas një muaji. Pas një muaji ishte e dashuruar me vetullën. Po klientët që të vinë me foto nga Instagrami. Ka pafund, sidomos fotot e VIP-ave. Ajo sugjeron të mbështeten 100% në fotot e Instagramit? Unë shoh pjesën kryesore dhe kuptoj se sa të dukshme duan. Unë jam të natyralja gjithmonë. Asnjë vetull nuk është njësoj. Dhe nuk duhet të punohet njësoj, se po u punuar njësoj është thjesht një. Pra këto vetulla që shohim ne në Instagram, nuk bëjmë mirë që të mos mbështetemi aty. Mira është që ti jesh ti. Pra mos të ndryshosh pamje pasi të bësh vetullat. Vetulla nuk bëhet për të ndryshuar pamje. Vetulla bëhet për ta përmbush pamjen tonë. Edhe një pyetje tjetër që më ka ardhur në Instagram. Ka qenë Enadat ka ardhur një klient që të ka thënë e dua shërbimin brenda orës të mbaruar, edhe të ka kërkuar edhe një çmim më të ulët. Dhe të ka thënë dua dhe ulje Për shërbimin. për shërbimin. Po, ka. Por unë jam aq e ftohtë te kjo pjesa, sepse nëse ti tenton të më ulësh çmimin, i bie që unë mos do ta jap shërbimin 100% siç e bëj unë. Cilësia mbi çdo Bravo, gjë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Gjithmonë, edhe klientët e mia shpeshherë, nga që më njohin prej 7 vitesh punë, më thonë që kur njerëzit bëjnë ulje, ti rrit çmimet. Klientët e mia nuk vinë prej uljeve. Pavarësisht uljeve, trajnime që ti ke bërë sigurisht kanë kushtuar kosto. Një trajnim që unë mund të kem bërë më të lirin, ose më saktë me kostën më të ulët, ta them më ndryshe, mund të jetë 700 euro. Janë shumë të shtrenjta trajnimet e vetullave. Marketingu duhet pa diskutim që ne të cillim ulje, jam shumë dakord. Marketingu më bën gjithmonë vërejtje sepse unë nuk bëj ulje shpesh. Nuk më pëlqen të bëj shpesh. Më mirë pak dhe sak i them unë. Kështu që kur të bëj ulje duhet më nxitu. Teksa bëj scroll në TikTok, Po. më dalin ca video si të bësh vetullat në shtëpi. Edhe isha shumë kurioze, a mund ta marr unë iniciativën që të ulem dhe të punoj vetullat e mia ose çerpikët me ato videot e TikTokut? Jo. Nëse nuk jemi profesionistë të fushës, duhet kemi shumë kujdes, sepse mund t'i djegim vetullat. Kam pas shumë klientë që kanë ardhur për ta rregulluar vetullën, por ndërkohë ne nuk kemi pas çfarë të bëjmë. Ose lash lifting, që është kthimi i çerpikut natyral. Unë personalisht jam e fushës, edhe nuk i kam bërë kurrë në shtëpi. Mund t'i kthesh më shumë se ç'duhet. Nëse nuk je profesionist, nuk kupton cili është produkti më i mirë, dhe produkti nëse nuk është i mirë, ti shkatron si çerpikët edhe vetullat. Jam shumë kundra. Është shumë e vërtetë që ne duam kursejmë lek në bërjen e disa shërbimeve, por më mirë bëj një kurs edhe e di purchase-in e plot. Por edhe kurse një ditore, që ne mundemi të marrim një gjë të vockël, për shembull formësimin e vetullës, bro lamination, lash lifting, të duhura që ti shërbej dhe vetes së vet. Shumë e vërtetë. Enada, cili nga trajnimet që ti ofron është më i kërkuari? Në fakt, të gjitha trajnimet që unë zhvilloj
janë shumë të kërkuara. Dua të cek që trajnimet e qerpikëve tashmë prej vitesh i kanë parë kursantët tona, kanë parë suksesin e tyre, etj. Dhe normalisht i kërkojnë shumë. Ka më shumë kërkesë. Pa diskutim, çmimi është pak më i arsyeshëm. Unë jam master në një akademi shumë prestigjioze në Vjenë. Trajnimi i vetullave është shumë i kërkuar, sidomos nga vajzat që jetojnë jashtë. Patjetër që edhe nga këtu në Shqipëri. Kam studente nga e gjithë bota, nga Italia, Anglia, Amerika, kanë rezervuar dhe për në verë që do vinë trajnimin e tyre. Mendoj që është një trajnim fitimprurës. Patjetër që është një profesion shumë fitimprurës si në Shqipëri edhe jashtë shtetit. Cila është frika më e madhe e vajzave që të regjistrohen në trajnime? Mendoj se frika më e madhe është te kursi i vetullave, microblending dhe shading. Është një trajnim që zgjat 2 ditë nga 8 orë në ditë dhe nuk mbaron me kaq, por studentët friksohen sepse janë mësuar duke pa trajnime nga akademi të ndryshme me 1 javë, 2 javë, por nëse ti bën 2 ditë intensive nga 8 orë në ditë dhe 3 muaj online në një platformë është më së mjaftueshëm nëse ti vërtet e do atë punë. Dhe nuk e lë me aq, praktikohesh me pak fjalë. Mendoj se kjo është frika më e madhe. Çdo vajze që ka frikë ta filloj si profesion, çfarë do i thoja? Mendoj se për çdo vajzë duhet pavarësia ekonomike. Është një ndër pikat më kryesore që unë e cek gjithmonë. Të jep mundësi që ti jesh disa orë në punë dhe jo full time. Nuk po përmend pjesën që kjo fushë është një ndër fushat më të kërkuara të momentit. Klientët edhe njerëzit që ty të ndjekin kanë dhe një pyetje të fundit për ty. Cili është hapyet i radhës? Atëherë, mos i themi gjitha që sot, sepse ky ishte vetëm podcasti jonë i parë, por në podcastet e tjera do të cekim sa më shumë si shërbime, si pjesë nga jeta jonë e përditshme, ose risi që ne do sjellim. Do t'i ndajmë patjetër me juve. Nada, unë të falenderoj shumë, edhe Faleminderit për kohën, faleminderit edhe ty për përgjigje. dhe faleminderit ju që na keni bërë gjithë ato pyetje. Goca, mos harroni, ndiqeni deri në fund dhe për shumë surpriza në episodet e radhës.